Mirë se u gjetëm. Drejtori i shkollës. Gëzohem Rodina. Shumë faleminderit që kena ardhur. Faleminderit që më ftuat. Kënaqësi. Nuk shndron më vetëm në faqe librash, por ecën nëpër korridoret tona, në sytë e nxënësve dhe në fjalët që mbjellin ëndra. Sot, këtë udhtim të bukur, të fjalës dhe të artit, e ndriçon prania një figure të dashur për mediat dhe kulturën shqiptare, gazetaren, shkrimtaren Rodina Xhunga. Zonja Rodina Xhunga filloi karrierën e saj me shkrimet në gazetën Alanca në vitin 1993 deri në vitin 1995. Ka punuar për shumë vite si gazetare e kulturës në gazetat kryesore të kohës. Në gazetën Koha Jon, ku ka punuar më gjatë, ka mbuluar përveç se kulturës e reportazhin dhe faqe speciale të gazetës së parë të pavarur në vend. Nga nëntori i vitit 1998 deri në prill të vitit 2002, Xhunga u zhyt për herë të parë në televizion si drejtuese e emisionit të përjashëm politik Dritare në Radio Televizionin Shqiptar. Ka pasur në studio politikanë të njohur të vendit dhe rajonit. Në Top Channel, ajo drejtoi emisionin Shqip me Rodina Xhungën, ku çdo të hënë sidhe debate me figurat politike më të njohura në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut. Emisioni kishte një dimension barkomtar dhe tentonte temat e forta të aktualitetit dhe historisë. Ajo është themeluesa dhe drejtoresha web paqes dritare me emisionin Dritare me Rodina Xhungën. Ky emision tani transmetohet përmes platformës YouTube. Gjithashtu, zonja Rodina Xhunga është dhe autore disa librave, si Të dua për sfond, Preja një martese të lodhur, Sigurana, Tregimet e Pitilushes dhe Përradhat e Pitilushes. Mendoj se për të uruar mirëseardhjen sa më mirë, të ftojmë në skenë nxënësen Mia Halilaj me këngën Jo tani. Jam bashkë me dy djemt për performancën e shkëlqyer dhe mos humbim shumë kohë, ftoj gazetaren Rodina Xhunga të përgjigjet disa pyetjeve nga audienca. Mirë se erdhët. Faleminderit. Atë riktuar, E para dua të falenderoj, t'ju falenderoj shumë për mikpritjen, edhe që jeni kaq të rinj dhe kaq të bukur, dhe që Mia më priti bashkë me ishte Brooklyn edhe nuk e di Shendi, sa që e bukur ishte. Dhe kur e shikoja Mia që këndonte dhe kur shikoja që kërkonte tatuar trokiste, me të drejtë, mendova këtë gjë që të gjithë ne, pavarësisht moshës, pavarësisht karrierës, kemi nevojë për konfirmim, kemi nevojë për këto fjalët që janë të shkruara aty, besim, paqe, jetë, dashuri, shpresë, lumturi, ne duam të konfirmojmë. Çdo që të bëjmë jetë, duam që të na e thonë që e bë të mirë. Kështu që prandaj jemi këtu, për të folur pak me njëri tjetrin, unë për të kuptuar më shumë çfarë bëni ju dhe çfarë doni, edhe juve çfarë duhet të dini prej meje me shumë dashuri. E bëjmë sa më pak formale. Zakonisht kudo që vete më pyesin shumë vajzat. Sot do doja që të pyesin edhe djemt, të cilët kanë punë të tyre tani, nuk e di, është shumë zënë, po qeshin atje te fundi. Ti më duket do bësh një pyetje tani i pari. Bëj shaka, jo. Vazhdojmë. Faleminderit që më ftuar. Pyetjen e parë për fillojmë dhe pastaj do të vazhdojmë me shuarjen e kurreshjes nga salla. Zonja Xhunga, si lindi dëshira juaj për gazetarinë? Ishte kjo një ëndër e hershme apo një zgjedhje që erdhi spontanisht me kohën? Nuk ka qenë një ëndër e hershme, por ëndër ime e hershmja, mendoj edhe çdo vajze, është një lloj komunikimi që kemi ne me pasqyrën.
ne dalim para pasqyrës dhe në kohëra të ndryshme, për shembull vajza ime rregullon vetullat. Nuk e di çfarë bëni ju, krini flokët, këndoni. Unë flisja, komunikoja me pasqyrën. Recitoja, i tregoja çka kishte bërë. Kjo në varësi të faktit kisha apo s'kisha shoqe. Në pasqyra ka qenë shumë komunikim me mua. Dhe kjo më bëri më pas më të guximshme për kaluar nga pasqyra te kamera. Më besoni, nuk është shumë e vështirë, sepse televizioni duket si një gjë që të ha. Në fakt, ti s'ke askënd përballë, ke kamera dhe një operator. Tani më s'ka as operator, është vetëm kamera, që është një kamera robotike dhe ti komunikon. Ti nuk shikon askënd. Vetëm është një zhurmë, një muzikë që vjen nga diku. E mbyllim pak derën që të mos na interferoj? Apo e kam gabim? A e mbyllëm. Është një muzikë që shoqëron me Oqa. Kështu që dëshira për të folur dhe për të komunikuar ka qenë e hershme. Rrugës pastaj zbulova që komunikimi mund të jetë të flasësh me pasqyrën, të flasësh me veten, të shkruash, të bësh pyetje. Komunikimi është i ndryshëm. Gazetaria është e ndryshme, ka të gjitha mundësitë. Tani gazetaria është më e hapur, është më e përballueshme, është më e thjeshtë dhe çdo kush mund bëhet gazetar. Gazetaria si dhe bota, si dhe Shqipëria ka hyrë në një fazë të re. Inteligjenca artificiale po na çon drejt ndryshimit. Dhe ajo që na pret nuk është dukja, po është përshtatja. Kjo është ajo që do duhet të bënim. Kështu përshtat edhe unë, nga pasqyra tek makina e shkrimit. Makina ime e parë e shkrimit ka qenë gri, ka qenë turke. Po, shumë që diçme po e vërtet. Makina ime e parë e shkrimit ka qenë turke, tani që kujtohem. E kam akoma në shtëpi. Jo, e kam në studio, në fakt, e kam vënë në studio si kujtim të kohërave që shkruajmë në makinë shkrimi. Tani të më bësh e kam haruar. Tani kam një kompjuter, ka qenë në fillim një kompjuter i madh, që zinte gjysmën e tryezës. Tani është një celular ku unë shkruaj gjithkohës ose bë mesazhe dhe pastaj dikush tjetër i zbardh. Pra nuk është zhdukur asgjë. Komunikimi është i njëjti. Thjesht unë jam përshtatur teknologjisë që ka ndryshuar. Kështu që këtë besoj edhe me inteligjencën artificiale. Ajo nuk është asgjë më tepër se sa komunikimi, nevoja jonë për komunikim. Të komunikojmë dhe t'ju themi të tjerëve që ne vlejmë, ata të na pohojnë që ne vlejmë, dhe pastaj në fund të fundit, nëse askush të thotë që ti vlen, që ti je i mirë, që ti bën, humbet edhe nevoja për të komunikuar. Kështu që kjo është, gazetaria është komunikim, shkolla është komunikim. Kjo që ne tani po bëjmë është komunikim. Dashuria është komunikim. Komunikimi është komunikim. Mungesa e komunikimit, sjell ato që ju e shikoni që ndodhin me njerëz të cilët ta themi janë me precedent apo janë me probleme. Jo, ata janë me mungesë komunikimi, nuk komunikojnë. Prandaj unë ju kushtova gazetarisë si një nevojë për të komunikuar. Më pas bëra libra, më pas fillova të trajnoj njerëz me të njëjtin dëshirë që kam pasur gjithmonë, të komunikoj. Si ajo kur komunikoja me pasqyrën kur isha shumë e vogël se ju. Çfarë ju ka motivuar të bëni gazetare në një kohë kur ky profesion nuk ishte as pak i lehtë? Të quaj? Si të quaj? Egesa. Egesa. Çfarë viti je? I tretë. Ju jeni viti i tretë gjimnast të gjithë. Ju bien drita të gjithëve dhe dukeni fantastik kur u shikoj kështu, kënaqem shumë. Kam shumë përgjegjësi që flas me ju, sepse jam e sigurt që sikur dhe një fjalë të mbetet, sikur tek njëri prej jush kam bërë një punë të mirë. Prandaj vi me dëshirë kur më duhet flas me të rinj. Kjo është ajo që bëjmë në jetë. Na motivojnë dhe përpiqemi të motivojmë. Na frymëzojnë dhe përpiqemi të frymëzojmë. Na mësojnë dhe përpiqemi të mësojmë. Dhe kështu kalon. Ne nuk ja kthejmë atë që na kanë dhënë, atyre që na e dhanë, po ja u japim të tjerëve dhe pastaj koha bën të vetëm. Gazetaria nuk ka qenë profesion i lehtë për vajza. Sikundër në momentin që unë kam nisur, shumë pak gjëra kanë qenë të lehta për vajzat. Ai sa unë më mend në atë kohë, bëja shkrime që sipas me ishin feministe dhe thosha sa e vështirë është për vajza. Vazhdon të jetë e vështirë. Nuk është lehtësuar. Tani Shqipëria është ende një vend i vështirë për vajzat, po dhe bota është. Sa ato që përpiqen të na thonë që për në botë është ndryshe, është e vështirë. Po është, unë e kam menduar kështu, bota, Shqipëria
koha janë të vështira për njerëzit në përgjithësi. Nuk e kam ndarë gratë, burrat, femrat, më nuk e kam parë veten, unë jam një vajzë dhe vendi im është këtu mbas. Unë jam një njeri dhe vendi im është atje ku çdo njeri është të guxoj. Unë kam provuar të guxoj, të bëj gjërat që dua. Dhe kam menduar që nëse nuk ja dal, do provoj një gjë tjetër. Nuk do mërzitem, nuk do dorëzohem, nuk do ligështohem, nuk do të riqem. Do me thënë kam menduar që humbjen ta marr me sportivitet. Dhe siç kam menduar ka ndodhur. Kam humbur dhe jam ngritur prapë. Kam humbur, kam qarë, kam shirlotën dhe kam vazhduar. Nuk ka qenë gjithë i shkëlqimi i prezantimit të fillimit. Ajo ka qenë këtu dhe këtu. Kjo është i mrekullit, ti është këtu dhe i thua për 2 sekonda. Po në fakt janë gjithë vitet e mia të aty këtu, të cilat në një vend rrëzohesh, pastaj ngrihesh, pastaj largohesh, pastaj shkon në një vend tjetër, edhe vazhdon nga e para, pa e vrarë mendjen që unë jam një grua dhe nuk mundem, dhe ata janë burra dhe mundem. Unë jam një grua dhe mundem siç mundet një burr. Apo, do më duhet të punoj 2 fish më shumë, duke e ditur që rruga ime drejt asaj që dua të arrijë është pak më e gjatë se për burrat. Me kalimin e kohës kam kuptuar që nuk bëhet fjalë për njerëz më të zot, bëhet fjalë për njerëz që komunikojnë më shumë me njëri tjetrin. Dhe burrat komunikojnë më shumë me njëri tjetrin. Ule në kafe, ule në darka, mua dikur kjo më duke gjë e keqe, thosha, po ata s'punojnë prandaj. Po është ata ulen dhe komunikojnë. Dërsa ne gjatë kohës që ata komunikojnë në darka, ne kemi her pas here dhe punë të tjera, të tipit më duhet të shkoj në shtëpi, vajza ime është në moshën tuaj tani, pastaj ti do gatuash, pastaj ti ke një problem i cili ka dalë rrugës me prindrit e tu, etj, që vajza duke marrë përgjegjësi më shumë në jetë, duhet i përballojnë. Tani nuk keni probleme të tilla, ju jeni të lirë tani nga problemet. Por rrugës gjithçka ndodh. Dhe ne i përballojnë. I heqim pa kohë komunikimit dhe kjo pastaj ndikon që të duket sikur ata janë më të zotët. Jo, ata kanë pak më shumë kohë. Ne do punojmë më shumë edhe do të kapim në mes të rrugës. Megjithatë, është diçka që dua ta pranoj. Ata nuk janë as armiqtë tanë, as konkurrentët. Ata janë gjysma tjetër e sallës, janë gjysma tjetër e ndërimeve tona. Janë çunat për cilët këndojnë bukur që ta shohin. Janë njerëzit të cilët na bëjnë të ndihemi më të plota dhe më të motivuara. Në fund të fundit, ata janë ajo që na bën bashk, na bën një, na bën të plot, na bën njerëzor. Kështu që ne i duam ata. Nuk i konkurrojmë. Apo jo? Ju me gocat si ndjeni? Gocat si tonë? Jo, ne më zoja. Se në shkollë kështu është, po pastaj ndryshon. Unë flas për një kohë tjetër. Ju jeni kohë para meje. Jam unë që duhet mësoj nga ju. Kështu që ju nëpërmjet pyetjeve tuaja do më tregoni sa shumë ka ndryshuar kohrat nga koha që isha unë në këtë auditor. Pyetja ime përgjithë ishte, cila ka qenë sfida më e madhe gjatë karrierës tuaj dhe si e keni kapërcyer atë? Cila ka qenë sfida më e madhe? Gjatë karrierës tuaj dhe si e keni kapërcyer atë? Ka përshtypjen që sfidat janë, nuk e di, ato janë sfidat janë për herë nga një. Për herë ke një sfidë për të kaluar. Në momentin që ti nuk ke një sfidë dhe të duket që ja ke dalë, në fakt në atë moment ti thjesht je në atë që quhet zona e rehatit. Edhe ju duke ndërhyrë për kokën e qepit dhe duke shijuar qendjen ulur. Por e mira është që ta sfidosh veten, që të njohësh aftësitë që ti ke. Nëse nuk e sfida, ti nuk e kupton që ke aftësi që nuk e dije. Ne kur ka tërmet, kuptojmë që jemi aq të zotë dhe aq të zgjuar, si të sillemi, si të reagojmë, si të shpëtojmë. Ne kur ka probleme natyrore apo kur ka konflikte njerëzore, mënyra se si reagojmë na zgjon aftësi që nuk e dinim se kishim. Kështu është edhe çështja e sfidave në profesion. Mënyra se si ti përballesh me sfidat, të cilat vinë kur je nuk e mendon, tregon se sa e zonja e di dhe je në fakt po thjesht nuk e di. Nuk ka kohë të kthehesh pas.
Për më tepër kur bota po shkon para te YouTube-i dhe nuk po kthehet pas te televizioni. Ky ka qenë një moment i vështirë, moment shumë i vështirë, që unë nuk kam ditur dot ta shpjegoj me fjalët e mia këtë guxim të madh dhe këtë sfidë që i vura vetes dhe një grupi vajzash dhe djem shumë të rinj që më kanë ndjekur në aventurën tonë të shndërimit nga televizion në kanali YouTube-i. Deri kur e dëgjova sot, ja shpjegonte një djalë, një guid turistike shumë i mençur, ja u shpjegonte një grup arkitektësh në Kazan dhe i tha, Rudina Xhunga është një njeri i cili kaloi nga televizioni në YouTube pikërisht që të mos ishte në dorën e kërkesave të atyre që vendosin kushtet për televizionin. Pra, televizioni ka nevojë për para dhe parat japin njerëz të cilët kanë biznese. Dhe ajo qëndroi në YouTube që të ishte në dorë të klikimeve të saj dhe të gjërave që mendon që duhen bërë. Kjo është relativisht e vërtet, sepse unë doja të varesha nga vetja, nga talenti, nga puna, nga përkushtimi im dhe i grupit që ne punojmë. Kjo është shumë e vështirë, po është shumë e mirë, shumë efikase, është më e vogël në përmasat e televizionit, por është më e madhe në përmasat e shpërndarjes. Ne tani vemi aty ku s'na e pret mendja që venim, vetëm nëpërmjet një celulari. Çfarëdo që ne bëjmë dhe ky takim që ne jemi, duhet në celular, ju do e shikoni këtë takim celular dhe do mendoni, a bëra pyetjen e duhur? A tha ajo atë që duhet thoshte? Edhe unë do e bëj këtë gjë sepse unë vazhdoj ta bëj. E pyes veten, po s'pyetëm veten, ç'vlerë ka të pyesim tjerë. Dhe kjo është një sfidë jashtëzakonisht e madhe, kalimi në një botë që nuk e njeh, e kisha frikë, isha e pasigurt dhe nuk e dija sa do vazhdonte. I thash vetes që po do shtuam të gjithë ne, do gjejmë një mënyrë për të vazhduar, por ne do e provojmë, sepse një ditë bota do vi këtu. Në fakt, kaluan ja 3-4 vjet, bota ende s'ka ardhur plotësisht, por ne po presim atë ditën që të vi, që YouTube-i të formalizohet, që ne të jemi më të paguar, sepse YouTube-i në Shqipëri ka 1000 probleme, të cilat nuk varen vetëm prej punës sonë. Por unë shpresoj fort që s'ka më kthim pas, që duhet vazhdojmë, që bota po zhvillohet në mënyrë jashtëzakonisht të fortë, që inteligjenca artificiale është pjesë e jetës sonë, që diella nuk është gallat siç kujtojnë, po është realitet, që ne jemi rrugës për të bashkëpunuar fort me një botë tjetër të panjohur, të cilën nuk bëhet fjalë ta sfidojmë, por të na ndihmojnë të përmirësojmë veten, natyrën edhe njerëzimin. Kjo është ajo që unë besoj, sfidat përballoj ose lufto. Përveç gazetarisë, edhe nga prezantimi, ne pam që jeni edhe shkrimtarë. Nëse do duhet të zgjidhni mes gazetarisë dhe shkrimit, cilën do të zgjidhni dhe pse? Shkrimin, të shkruash është dëshira ime e fortë, e madhe, edhe ajo më bën të ndihem e përmbushur. Problemi është që edhe shkrimi ka një ti shkruan që të komunikosh, nuk shkruaj që të flas me vete, shkruaj që të flas me ju. Por në momentin që ti thua ne pam që ti shkruan, tregon që ti nuk e di që unë shkruaj, se ti je shumë i ri që do të dish që unë shkruaj, dhe që kam shkruar në 2004, apo tani që kam shkruar një libër për fëmijë. Çfarë po duhet ty? Ti je në një botë tjetër. Dhe nëse unë nuk komunikoj me ty, atëherë shkrimi për mua është i pamjaftueshëm. Atëherë ç'bëj? Shkrimin e bëj Spotify. Pra, gjej rrugë që unë të vi te ti, se unë kam nevojë të vi te ti. Ti je një djalë i ri, u kam nevojë për energjinë tënde, ne themi për klikimet. Jo, klikimet nuk është ajo që kemi nevojë. Unë kam nevojë për energjinë tënde. Kam nevojë për energjinë tuaj. Unë po të shoh njëri që hap gojën tani, më harrohem them, nuk po funksionon. Unë dua që ju të më shikoni në sy dhe unë të them atë që ju duhet juve. Unë dua që të mos më bëni pyetje që keni menduar të më bëni, po nëse ju vjen një pyetje tani ta bëni dhe edhe të qeshim, le të qeshim. Dhe kjo është mënyra që ta kalosh atë që ti do, në atë që duhet në këtë moment. Më thënë, ta përshtatësh dëshirën dhe pasionin tënd me aktualitetin. Pra, ti mund të duash shumë mirë diçka e cila nuk bën klik, nuk përcillet. Atëherë si ta bëjmë që të komunikojmë? Se thelbi ky është. Ne flasim për gjëra të ndryshuara, për inteligjencë artificiale, por në thelb është përsëri komunikimi, është unë të them, ti më the. Në fund të fundit, të gjitha gjërat
se unë nuk e di, unë jam ende Spotify them, unë nuk e di në çfarë faze jeni ju, ku jeni ju? Më thoni ca gjëra, ku jeni ju? Ku lëvizni ju në internet? Kur jeni? TikTok? Instagram, okay. YouTube, TikTok është lejuar? Nëse di, u lejuar prapë? Ha? Jo. Në thjesht nuk është ndaluar. I ndaluar po i lejuar, po. Okej, janë shumë vende ku mund të komunikohet. Si komunikohet? Ne themi, tani nuk bëhet kështu, po tani si bëhet? 1 orë 40 minuta, siç bëja emisionin në vitin 98. Edhe unë sot gjoj tani. Realisht, marrë emisionet e mia të vjetra 1 orë 42 minuta sot gjoj dot. Dhe realisht vëmendja tani kërkon më pak, më të koncentruar, ti do e marrësh të gjitha ato ushqim, po më në formë të shkurtuar dhe të shpejt. Kështu që ky është ndryshimi që ka ndodhur, që pasionin tënd transformohet duke mos e lënë kurrë. Atë që do bëje, po unë duhet shkruaj, por në mënyra të ndryshme. Çfarë furnizon për të shkruar? Dëshira për të treguar histori apo për të kuptuar më mirë veten dhe jetën? Sa e bukur, edhe shumë bukur për të kuptuar. Kam dëshirë, e shkruara është nevoja jonë për të, jo për t'i treguar tjerëve për veten, po për t'i treguar vetes gjëra që nuk i di. Ti duke folur me veten tënde, kur shkruan flet me veten tënde realisht, shëron trauma, drama, kupton. Më besoni, ka momente unë të flas ty, ti më dëgjon dhe s'më kupton. Për shembull, në moment se ti po mendon për një gjë tjetër, e ke mendjen diku tjetër, e ke mendjen të mbarosh pyetjen deri në fund mirë. Nuk u dëgjon fare. Në moment që dëgjon këtë gjë që po themi bashkë, mas 2 vjetësh, le të themi rastisht, thua, ka dash të thotë këtë. Nuk arrim ndonjëherë ta kuptojmë atë për cilin flitet. Dhe vjen një moment që arrim ta kuptojmë. Kështu kjo ndodh me veten, kjo ndodh me të tjerët. E shkruara është mundësia më e mirë për të folur me veten, dhe nëpërmjet kësaj, njerëz të tjerë të dëgjojnë dhe të shikojnë veten e tyre. Nuk ka më bukur se të jesh i thjesht fare kur shkruan. Kjo është shumë e përbërë në fakt, që të tjerët të mund të gjejnë veten dhe të përfshihen. E shkruara është shumë e bukur, po më e bukur se e shkruara është diçka tjetër, është e lexuara. E lexuara na është kthyer në detyrë kursi, na është kthyer në buzëqeshje, po do lexoj, dhe ti apo qeshin çuna do shkrin. Problemi është që e vetmja mënyrë për të bërë një çun edhe një vajzë e mirë është të lexosh. Leximi na bën empatik. Leximi na bën njerëzor. Leximi na bën më të bukur. Vajza si më i thosha kur isha e vogël, po të lexosh të zgjaten flokët. Edhe më besonte ajo. Dhe tani thotë, pse më gënjeje? I them, nuk të gënjeja, po flokët mase nuk të zgjaten, po mund, po. Sepse e lexuara të fut në ca udhëtime dhe përjetime që pastaj të ndihmojnë dhe të edukojnë emocionet. Ato emocionet që djemtë dhe vajzat që ngasen Porsche me 200 nuk i kanë dot. Ata janë kthyer në njerëz automatik me gjithë kuptimin e fjalës, që vrasin tjerë, vrasin veten, rinin e tyre, vrasin mundësinë për të zhvilluar dhe për të jetuar botën në gjithë kompleksitetin e saj. Më besoni, një prej arsyeve është se nuk lexojnë. Një prej arsyeve që ti nuk e kupton tjetrin, që nuk ndjen për tjetrin, një prej arsyeve që nuk zhvillohesh dot, është që nuk lexon. Prandaj, më bukur se shkrimi është leximi. Kjo ndodh jo me çdo libër, por ne e provojmë. E kapim, s'na pëlqen, provojmë një tjetër, derisa ngelemi te libri i duhur. Po lexove, i ke bërë vetes dhuratën më të bukur që s'mund t'ja bëj asgjë tjetër. Asnjë llotari, asnjë trashëgimi, asnjë dhuratë familjare, asnjë lek e ardhur nga vin lekët o nuk e di, po tani nga s'vin, nuk ta jep dot atë që do zbulosh ti tek një libër që është diku duke të pritur. Takoje se si dihet çfarë do fshe për ty.
Gjunga, duke ditur që juve nare me emër dhe keni stuar shumë njerëz të njohur, cili ka qenë ai takim që ju ka lënë bresa jo vetëm si personazh publik, por edhe si individ. Shiko, e bëjmë shumë, pëlqeu shumë videja jote, e bëjmë shumë, më ke parë në intervistë? Më ke parë një personazh për mua? Kam parë disa herë emisionin Shift që ke pasur në Talk Channel, por kam qenë shumë i vogël edhe për sa parë. Po pse shikoja apo shikon te familja, ti kaloj aty? Po, për familjen. E bukur. Faleminderit. Jo, kjo është e mira është që ti themi gjëra siç janë. Ka të ngjarë që se keni parë fare emisionet e mia. Sepse ju jeni një brez tjetër. Dhe unë mund të flas për njerëz të cilët ju nuk i njihni. Mua më duket shumë e rëndësishme të flas për ta, po juve jo. Kështu që hajde flasim për gjëra që i kuptojmë të dy dhe le të komunikojmë në të njëjtën valë. Unë kam pasur shumë njerëz të cilët mua mund të jenë dukur të rëndësishëm. Ti ke kaluar aty dhe ke pasur dëshirë të bëj një bisedë me babi thoshte më lësh ta po shikoj emisionin dhe kaq mund të jetë fiksuar ty fytyra ime, si njeriu që pengoi komunikimin me babin atë moment. Disa vajza më shkruan her pas here që ne nuk i kemi parë emisionet e tua, ishim të vogla, por duke qenë se prindrit të shikonin, të uleshin dhe të shikonin, ne mendonin përderisa kjo ka ulur prindrit tan, ta dëgjojnë. Dhe përderisa një burrë është ulur përballë saj, edhe ne mund të bëjmë gjëra një të rëndësishme, se ja, kjo vajza që isha në plot shkurtër atëherë e vogël, i ka ulur njerëzit dhe i bën të dëgjojnë. Ndonjëherë, jo vetëm njeriu përballë, po dhe akti i të ulurit, i të dëgjuarit të tjetrit, e bën tjetrin të mendojë, po, që ka ajo më shumë se unë mund të bëj. Unë jam ulur me frikë përpara njerëzve të parë dhe me kuriozitet. Frika ishte, a do them pyetjen e dur, kjo është një gjë që na shoqëron gjithmonë. Dhe kjo na shoqëron jo se jemi të paditur, po se jemi njerëz edhe të ndrojtur, edhe të vëmendshëm, edhe të kujdesshëm, edhe të mençur, edhe të mirë. Njerëzit e mirë kanë edhe ndrojtje, edhe turp, edhe kanë ca frikëra, të cilat i kalojnë me kalimin e kohës, duke krijuar atë që quhet konfidencë. Po, të jem e sinqert, mua më pëlqen shumë frika e fillimeve. Ajo të bën është një sfidë që zgjonte vetja, shumë tepër kuriozitet, i cili i bën mirë atij që të ndjek. Prandaj mos u dorëzoni kur nga frikërat tuaja, ato mund të jenë bashkëshoqëruese. Nuk ka asnjë gjë të keqe që të kemi edhe frikë edhe pasiguri. Atëherë, unë i kujtoj me shumë madh dhe nostalgji ato emisionet shqip të drejtuara nga ju, dhe në memorien time që atëherë dhe derisa të kem frym, do ngjelet intervista juaj e realizuar me Recep Qosen. Ka qenë mrekulli nga fillimi deri në fund, jo kërshëri vetëm për ne, po për çdo që i dëgjonte ato intervista në momente, le të themi shumë dramatike për vendin tonë dhe në gjërë. Se luaj histori e Kosovës, luaj pavarësia e saj, luajshin marrëdhëniet mbar shqiptare në arenën ndërkombëtare. Kështu që me vërtet keni dhënë një kontribut tepër të shmuar, ndoshta më shumë se sa politikanët vetë. Faleminderit për diskutimin. Ja, tani u preka unë. Më besoni, dhe gjithë kemi nevojë të na i vënë duke i gjërat e mira që bëjmë, ndonjëherë edhe vetë kujtojmë që janë normale, ja pjesë e punës, por në momentin që ato ngacmojnë njerëz dhe pastaj shprehen në mënyrën më sipërore, siç e shprehu Zysha, që e falenderoj pafund që ma tha, dhe më preku, dhe më kënaqi, dhe është ajo që do doja të ndodhte me secilin prej jush. Ta donit edhe punën tuaj dhe gjën që bëni, po dhe vendin tuaj, se kjo është ajo që mund të realizojmë. Ne mund t'i bëjmë gjërat sado të vogla me dashuri të madhe, siç na ka mësuar madhja Nën Tereza. Ta duam vendin dhe t'i bëjmë gjërat tona me shumë dashuri. Dhe pastaj t'i kthejmë syt nga ata që vërtet kanë për ta mësuar. Unë i ktheva syt nga Recep Qosen në moment të vështirë, ai është njëri i jashtëzakonshëm. Ju do t'i ktheni syt nga njerëz të tjerë, të cilët bëjnë gjëra të vogla me dashuri të madhe për këtë që është vendi i vetmi vend që kemi. Vetëm këtë kemi. A mendoni ju se gazetaria është më shumë një mënyrë për të kuptuar botën apo për të kuptuar veten në të? Faleminderit. Gazetaria është një mënyrë për kuptuar edhe veten në botë.
edhe botën gjithashtu. Gazetaria nuk është asgjë më shumë se sa bërja e pyetjeve, të cilat mund t'i ushqejmë të gjithë, mund t'i bëjmë të gjithë. Prandaj dhe ju them, bëni një pyetje që keni dëshirë të dini përgjigjen. Sepse është gjithçka që unë komunikoj me ty tani, është diçka që vjen një moment edhe të duhet. Mua më kujtohet kur kam intervistuar për shembull një shkrimtar 2 herë, herën e parë i bëja pyetje që më interesonin në atë moment, herën e dytë i bëja pyetje që më interesonin në atë moment të dytë. Në çdo kohë, pyetjet tona varen nga gjendja jonë, nga mosha jonë, nga kurioziteti ynë. Pra, janë pyetjet që ndryshojnë botën, jo përgjigjet. Është pyetja jote që ndryshon. Përgjigja, pastaj është njësoj. Përveç mënyrës së shtruar që ju flisni, unë vura re dhe natyrën tuaj progresive. Pra ju i pranoni ndryshimet e brezave dhe ndryshimet e medias, dhe mendoj që është një aftësi që duhet për gazetarinë e sotshme. Por a mendon ti që në këtë mënyrë, në këtë jetë të rrjeteve sociale dhe lajmet të shpejta, ku njerëzit duan të dinë gjërat tani dhe shpejt, a ka vend për lajmet njerëzore dhe të ngadalta të tjera siç përfaqësoni ju? Më pëlqeu shumë kjo pyetje, për të cilën kemi të gjithë dyshime, të gjithë nuk e dim a ka vend për këtë që unë bëj. Do ketë gjithmonë vend për lajme njerëzore, për sa kohë do ketë nevojë për njerëz, sepse në një botë ku punët i bën roboti, përse duhen njerëzit? Po, ne të shtu kemi. Ne e bëm tonën, tani është koha e robotëve. A ja themi do të vetës këtë gjë? Jo. Atëherë si do ta mbajmë këtë botë njerëzore? Pikërisht duke bërë lajme njerëzore, pikërisht duke folur urtë shtruar dhe duke i tërhequr njerëzit në një lloj urtësie të përbashkët, e cila na ndalon pak vrapjen drejt rendjes së madhe me Porsche 200 në orë që bret një fëmijë me ëndra, një djalë gjimnazist. Sepse kjo është bota, nuk është vetëm lajmeve të këqija, është edhe lajmeve të mira. E djemve e vajzave që studiojnë, që mësojnë, që po bëhen gati, që kanë ëndra, që kanë plane për universitetin ku do shkojnë, edhe kanë edhe përgjegjësi ndaj familjes që do lënë kur të nisen atë universitet, dhe vendit bosh që do lënë në këtë vend dhe i pret ata, t'i japin një dorë. Jam duke intervistuar mira njerëz në diasporë, më besoni. Ajo që unë bëra me këtë televizion është pikërisht nevoja për t'u drejtuar njerëzve që kanë ikur dhe për t'i thënë, a të mungon Shqipëria? A do të kthehesh? Dhe të gjithë duan të kthehen në fund të jetës. Po atëherë është vonë. Ne kemi nevojë për njerëz që kthehen tani, për njerëz që nuk e lënë vendin bosh. Një vend bosh është një karrige bosh aty që rrihet shikon pa ndryshuar asgjë, është e mbyllur thjesht. Ndërsa një njeri siç je ti, më bën mua mendjen punë, lëviz mendjen, më bën të pyes dhe unë veten, a ka vend për atë që bëj unë? Kjo është, vendi yt aty është plot se je ti, je mençur, je plot gjata, je me mendje të ndritur dhe bën pyetjen që ti ja bën dhe vetes tënde, dhe ti ke frikrat e tua. Dhe ne të dyja tani japim e marrim mundësi për të mbajtur njëra tjetrën në këtë botë njerëzore. Prandaj them që her pas here kemi frikë, kemi dyshime, po kemi nevojë të apohojmë edhe me zë të lartë. Po, ka nevojë për lajme njerëzore, për lajme të shtruara, për lajme që na mbajnë këtu, për lajme që na mbajnë në botë, edhe mbajnë në këtë mënyrë njëri tjetrin. Edhe po, unë edhe kur jam jashtë, besoni, kur duhet paguaj për shembull me makinat pa njerëz, tani janë ndryshuar gjërat, shumica e vendeve nuk kam njerëz, unë tham jo do paguaj aty ku është njeriu, jo se s'di, sepse ti tashmë të gjithë dim, po sepse dua që njeriu të mos largohet nga puna, përfundimisht. Dua që njeriu të vazhdojë të jetë aty. Unë jam për njeriu në këtë botë, edhe do bëj pamundurën që të bashkëpunoj me inteligjencën, me Spotify, me TikTokun, me gjithçka që e bën më të shpejtë dhe më të përshtatur me modernën botën tonë, po pa hequr kur dorën edhe ndjenjën që ka njeriu. Okej, për shka pyetje tjetër? Se ndoshta koha juaj është. Ja, edhe 2-3 pyetje, por vetëm do t'ju thosha një gjë. Më pyesni për çfarë keni dëshirë, ose më tregoni diçka që unë s'e di, që ka plot.
Si kanë ndikuar përvoja juaj në gazetarinë në mënyrën se si shkruani libra? A ndjeni më shumë si gazetare apo si shkrimtare? Të intereson përgjigjimi? Pse? Dua ta di se si realisht e çon nivelin një gazetare apo një shkrimtare? Jo, e kuptoj, po ja ta thash këtë gjë. Çfarë do të shoh ditë ty kjo? Ke kuriozitet. Okej. Jo, vërtet, do doja vërtet të më bëni të gjitha pyetjet që keni vendosur të më bëni, por dhe unë të mundem para se ti iki t'ju kem thënë diçka që ju duhet. A ka diçka, a ka në mendjen tuaj gjëra që a ka dilema, a ka frikra, apo jeni të lumtur dhe të lirë, jeni thjesht të rinj dhe gjithçka është mrekulli. Unë realisht duhet ta di këtë gjë, prandaj dhe kam nevojë që të vitet përgjigjet tona të shërbejnë kësaj. Po, ka ndikuar. Ajo, po vetë ke pyetja jote, përsa do të pyesë edhe unë pak. Mundem të pyes? Po. Faleminderit. Si të quaj? Iliada. Si? Iliada. Iliada. Sa bukur. Më pëlqen shumë. Kush ta ka vënë emrin? Babi. Pse? Lexonte? Po. Sa e bukur. Ti e ke lexuar Iliada? Jo. Shiko, s'ka që do lexosh se do duash të dish pse e ke këtë emër kaq të bukur. Ama çka ka? E dini që ka emrin më të bukur në këtë sallë? Jo. Ama mirë, na thoni një emër tjetër që është më i bukur. Ma thuaj, si e ke? Si? Më thoni sa emra. Si? Shiko, ka pasin e film dikur dua emrin tënë, cili do qoftë, është emri yt. Në njerë prindrit të riqen nga leximet e tyre ose nga udhëtimet e tyre dhe vendosin për emra fëmijëve. Rrugës sa pëlqen. Unë për shembull, kur isha e vogël, thosha Rudina. Çfarë do të thonë kjo Rudina? Nuk po pëlqente fare, më duket shumë i pesdishëm. Njerëzit kishin gjithë emrat fëmijëve, vegjël emra të tjerë. Dhe me kohë kuptova që Rudina ishte një lëndim në majtë të malit në Tropoj, ku i më kishte qenë mësuese e re dhe i kishte bërë kaq shumë përshtypje sa emrin ja buri vajzës saj të parë. Kështu që rrugës kuptojmë edhe arsyet e emrit. Puna është ta duam pavarësisht, po mirë është edhe të lexojmë një çik për pse e kemi këtë emër. Pastaj rrugës ta bëjmë krenar emrin edhe prindrit tanë. Çfarë të pëlqen? Më pëlqen shumë teknologjia. Teknologjia. Letërsia me teknologjinë s'ka lidhje fare hiç? Fare zgjendet. Për shembull, ti mund të marrësh një tregim timin dhe bën një podcast me të. Kjo është teknologjia ndërthurur me tregimin, me letërsinë. Për shembull, unë kam bërë një tregimet e Pitilushës dhe kjo më njëherë është bërë një podcast dhe fëmijët e vegjël që tani janë shumë s'lexojnë dhe ata gjithashtu e dëgjojnë ose shohin në YouTube. Pra teknologjia është e lidhur. Më thënë, duheni leximin, përdoreni, ndryshojeni, po mos e lini. Jam e sigurt që do të duhet një ditë, nuk e di, në shkollë të mirë do vesh ti një ditë, po me siguri është duke pritur për ty. Më kujto kur të duhet leximi dhe kur të bësh diferencën, mbasi të pyesim pse ke emrin Iliada. Ome bukurosha. Kishe pyetje? Cilat që vjen nga intervistat më sfiduese që keni realizuar ndonjëherë dhe pse ju ka mbetur në mendje si e tillë? Intervistë sfiduese kanë qenë intervistat me shkrimtarët, filozofët, cilët kanë përcaktuar shekullin në cilin jemi, që ndërkaq po zhvillohet në një mënyrë kaotike, ne të gjithë na duket sikur bota në cilën jetojmë tani, ku ne jemi rritur, ka qenë më e mirë dhe më e organizuar. Tani befas është çmendur. Por në çdo kohë kështu thon. Dhe ju kur të bëheni në moshën time, do thoni që koha juaj ka qenë shumë e mirë, tani është çmendur. Çdo breza ankohet dhe i duket sikur ata që janë pas nuk po e bëjnë detyrën mirë. Po kjo është gjëra që kam mësuar nga njerëzit që kam intervistuar, të cilët kanë qenë njerëz që kanë marrë Nobelin, të cilët kanë qenë njerëz që kanë përcaktuar filozofinë dhe mendimin e shekullit, ata më kanë mësuar dhe ato janë intervista më sfiduese, për shkak se ishin intervista ku unë duhet veja, jo vetëm duke i lexuar, por edhe duke i kuptuar, më kanë mësuar që çdo botë
ka pak njësit e veta, dhe ato janë shumë pak se sa mrekullit që e prodhon, të cilët bëhen nga njerëzit e rinj. Qeni ju, që jeni njerëz të cilët keni mendjen e hapur, keni energjinë e jashtëzakonshme, keni elasticitetin jo vetëm të lojrave, po dhe të lëvizjeve dhe të mendimit, keni ambicie të papara që edhe kur si shikoni vetë, ato janë aty, dhe keni një rrugë shumë të gjatë që ju pret për ta bërë këtë vend më të jetueshëm se sa shmunda unë edhe njerëzit si unë. Unë me si po pres të jetoj në një vend më të mirë që do bëhet Shqipëria sa jush. Faleminderit. Më pëlqen shumë mënyra si ju e keni vazhduar se a ka qenë një vështirësi aq e madhe sa që ju ka bërë të mendoheni për këtë auditim që keni bërë, ose për këtë zgjedhje që keni bërë? Sepse unë për shumë dua të vazhdoj mjekësinë dhe nuk e di nëse do mendoheni një ditë, nëse do kaloj një vështirësi aq të madhe sa që të rrugoj të mos e pëlqej nga atë rrugë, ose të mos më tërheqme. Dhe dua vërtet të unë që më i pes njerëzit që a i inventuar dhe njëherë. Dhe këtë të bërthera dhe jote. Faleminderit shumë për pyetjen, që është dhe personale dhe kjo është më e bukura. Të doja më shumë të komunikoja tani në fund me ty, jo aq për pendesat e mia se sa për frikrat e tua. Ti do shkosh për mjekësi, të pëlqen mjekësia, nuk kam dashur të shkoj për mjekësi. Kam qenë në klasë të 8 kur i kam thënë mamit që unë do bëhem mjeke. Kjo ndodhte sepse unë kisha në një kushërir, vajzhalle që punonte në spital dhe unë pëlqeja të visha përparsen e saj të bardhë. Dhe kur mami dhe babi më pyetën që pse do të bëhesh mjeke, i thash sepse më pëlqen shumë të vesh përparsen e bardhë, më shkon shumë e protezi. Mirë, thanë ata, kjo është një gjë e mirë. Tani të provojmë, thanë, gjaku. Kur shikojnë gjak, çfarë bën? Jo, thashë gjaku nuk do shikojon. Po kjo është pak e vështirë, thanë, se ti nuk mund të bësh mjeke kur ti nuk mundesh të shohësh gjakun. Atëherë, unë vendosa të jap prova që unë do bëhem mjeke se unë kuptoj shumë mirë ilaçet dhe ilaçet e gjyshit e dash motrës. Ajo përfundoi në spitale, e lëmuar, e shpëtuan dhe unë u largova nga karriera ime artëse si një mjeke. Por nuk kam hequr dorë se folur i mirë për mjekët, më pëlqejnë shumë mjekët, vazhdo më pëlqejnë shumë mënyra se si ata shpëtojnë botën. Unë mundova të bëhem një mjeke shpirtrash, shkrimtare dhe gazetare, ta shpëtoj botën në mënyrën time. Po vazhdojnë më pëlqejnë ata që guxuan dhe u bën mjek. Siç ta uroj shumë ty të bëhesh mjeke. Ti tani mund të kesh dilema të tjera përveç gjakut që kisha frikun, të cilat janë në kohën që ti do jesh mjeke, do kesh studiuar, do kesh kaluar gjithë ato kohë mbi libra. Ndërkohë inteligjenca artificiale mund të jetë gati për të dhënë diagnozat, operacionet dhe ti do dukesh e dal jashtë nga bota. Jo, bota do ketë gjithmonë nevojë për ty. Mjafton të bësh atë që ke pasion. Pasioni yt do t'i bëj rrugës tënde, do t'i bëj dritë rrugës tënde dhe ti do bëhesh ajo që ke ndërmend të bësh ti. Ti e vendos fatin tënd, të vash mbar. Ideja që kjo lëvizje ka dhënë sa më shumë bresa dhe mbylljen do ta bëj Egesa Canko, maturante, me interpretimin e saj Apologjia e Sokratit. E vërteta është se ju, o zotëri pyshta, kishit nevoj për një viktim. Jo për të mësuar fëmijëve tuaj të ishin të drejtë, jo. Por që ata të kishin frikë nga demokracia. Kur kërkuat e zgjidhën gjë. Ju vudor mbi mua. Sokratin që nga e vërtetë, ju a kishte sjellë më punë. Ja këshu ju, o zotëri, ty shta. Ju në të vërtet nuk ishit friksuar prej meje, jo. Por prej meje kërkoni të friksoni këta të tjerë. Republikës tuaj po i kanoset një rrezik më. Anije nuk keni më. A ne ha që t'ju japin ndihma e kredie, ju të hani e të pinje të vjeni, nuk keni më.
Madje shumë për ju shkërkojnë kthimin e viteve të diktaturës se tani po mbasin ç'kishin fituar në atë kohë. Ata që janë në pushtet dritën e kapritën e ndryshimit. Të tjerët që janë të përmbysur more, janë ndrojnë këto dhe duan realizimin e tyre me çdo kusht. Ha i shkreti popull, ha gjynafqari popull, po populli i shkret një lloj huan. Dhe kur pushteti na quhet diktaturë, dhe kur na quhet demokraci. E për ata popull që jetojnë në pyje, hamon, e duan njëri. E po, ne këta popull i quajmë barbar. Ndërsa ne që jetojmë në qytetet më të bukura, ne nuk hamorra, jo. Po ham njëri tjetrit dhe i duan maskarin të hajdutës se ne quemi të civilizuar. Tamam, lish do të thot shtrëngimi të dobët dhe vullneti të fuqishme. Po, cilët janë më të fuqishme? Nuk janë trup dhejnë nga ripa, asë menit e dritura dhe asë të sutarët. Më të fuqishmit kanë qënë, janë dhe do të jenë, kush? Hajdutën. Nëse ju të nderuar zotëri gjyqtar, nuk do të më dënoni me vdekje, do të shkoja cepe për cep botës, e do të përgjisja o popull. Ky është vendi më i bukur i botës, e ky është i juaj. Ambigu një herë, po. Ju mjafton të mlidheni e ta bëni hi nga themeli deri mbi kryrat. E pse ti tolerojnë e ata prokuror gjyqtar të rinë si Servila me të mëdhenj, e ne të punojnë? Jo. Në këtë botë duhet të mizotrojnë të mirët, të aftët, të urtët dhe të ndershmit. Falenderojmë nga zemra për prezencën tuaj dhe pikërisht ky është një çast shumë i rëndësishëm për nxënësit tanë, ripritja dhe falenderimi kyçyror. Shumë faleminderit. Merci. Faleminderit Turgut Ozal, jeni fantastik. Rrugë të mbar kudo veni, me kratleta.